Falenderojmë gazetarët tonë të Korçës për materialin e përgatitur. Do të shkojmë nga Korça në Durrës. Në fakt, falenderojmë dhe mirë në fakt që ka arritur të mbajë gjithë të traditë, sepse një ndër gjërat që me vërtet sot është fatkeqësi është që shumë nga profesionet humbasin për gjëra më komerciale, themi shumë kollaj blihet një e prodhuar në mënyrë masive se sa të gjesh dikë që prodhon në mënyrë artizanale, kështu që ne urojmë shumë sukses dhe urojmë që mbi të gjitha ta trashëgojë edhe tek familjarë të tjerë apo tek personat e tjerë që do t'ia lër stafetën. Jemi gati të shkojmë në Durrës, besoj. Po thoja pak më parë me Kelin që ne njohim Shkodrën si qytetin e biçikletave, megjithatë, 2 vitet e fundit Durrësi është bërë i njohur për këtë pjesë fal një grupimi të rinj të cilët kanë vendosur të përdorin biçikletat si mjet transporti për arsye nga më të ndryshmet. I kemi të ftuar në studio, jo të gjithë besoj, po një pjesë të mirë të tyre. Mirëmëngjes edhe mirë se erdhët, Geri Emiri, Gjeni Shtemari, Drilona Ramaj dhe Klaudio Hyseni, të gjithë antar të Bicycle Durrës. Mirëmëngjes edhe mirë se erdhët. Jeni bërë të famshëm në Shqipëri, ëh? Në fakt, së pari ju falenderojmë juve për hapësirën që na kushtuat dhe urojmë një vit mbar gjithë shqiptarëve dhe ju për emisionin. Ne së pari jemi bërë të famshëm qytetin e Durrësit, po nuk është kjo ajo që ne synojmë. Ne po mundohemi që të promovojmë një mënyrë të shëndetshme të lëvizjes me biçikletë, e cila sjell edhe dobi për shëndetjen dhe një qytet më të pastër normalisht për mjedisin. Do është një formë ndryshe e cila ndihmon dhe në një fundjavë paksa më të këndshme, pra, për të këtuar një piknik, diçka ndryshe. Ne na bëhet qefi që nisim 2018 në mënyrë pikërisht ekologjike nëpërmjet biçikletave. Gazetarët tanë kanë përgatitur dhe një insert sa i përket pikërisht aktivitetit tuaj, ne e ndjekim. Dhe më pas i kthehemi më njëherë në studio për të kuptuar disa detaje më shumë se në çfarë pikë është në qytetin e Durrësit pikërisht qasja ndaj biçikletës, sa e sigurt është ecës nëpër rrugët e Durrësit dhe janë krijuar tashmë ato korsit që me mund sigurisht po në Tiranë kanë filluar të krijohen. Vetëm më njëherë mbas insertit. Qytetar Bicycle Durrës është krijuar më datë 20 dhjetor të vitit 2015. Lindi si rezultat i dëshirës së të rinjve dhe të rejave të qytetit për të krijuar një grupim ku përdoruesit e biçikletës të mblidheshin për të njohur me njëri tjetrin dhe sjelljen e një fryme ndryshe në qytet. Sensibilizimi, kërkimi i të drejtave dhe argëtimi kanë qenë në fokus të veprimtarive të grupimit Bicycle Durrës. Brenda qytetit të Durrësit janë zhvilluar pedalime në ditë simbolike dhe në bashkëpunim me institucione të ndryshme, si për shembull pedalimi në ditën ndërkombëtare pa makina, në ditën ndërkombëtare të tokës, në javën europiane të lëvizshmërisë. Përgjatë 2 viteve janë zhvilluar pedalime me karakter sensibilizues. Shlodhja dhe argëtimi është një nga shtyllat e tjera të aktiviteteve të Bicycle Durrës. Pedalimet në përfshatra janë pjesë e veprimtarisë së grupimit. Ato synojnë ndërthurjen e aktivitetit fizik me shplodhjen dhe lidhjen e të rinjve me njëri tjetrin. Grupimi Bicycle Durrës i është bashkuar edhe kauzave të tjera në qytet, me fokus mbrojtjen e mjedisit dhe arkeologjisë. Po ashtu është kontribuar për një mjedis më të pastër, duke mbjellur pemë dhe pastruar vijën bregdetare nga mbeturinat. Ja ku jemi sërish, pam disa nga aktivitetet që ju kishë zhvilluar, pra nuk është vetëm e fokusuar të biçikletën vetë, por është një aktivizëm ekologjik që nëpërmjet biçikletës më pas jepet dhe kontribute në fusha tjera siç pam pastrimi apo ndihma në zbulimet arkeologjike dhe kështu me radhë. Si jeni bërë bashkë kjo? Si lindi jemi gjithashtu ide, më pas mesazhet të tilla vijnë nga një moshë relativisht e re e popullsisë. Në fakt ne nisi themi nga një shoku jon, Mogert Keçi, ishte 20 dhjetor i vitit 2015. Ishte një ide për të sjellë një frymë ndryshe në qytetin e Durrësit. Dhe kështu nisëm të konsultonim idet njëri me tjetrin, derisa grupimi gjeti mbështetje edhe tek të rinjtë e tjerë. Dhe ne filluam ta vinim praktik. Zgjodhëm 2 forma, sensibilizimin nëpërmjet pedalimeve, sidomos në ditë simbolike siç janë për shembull dita ndërkombëtare e tokës, ku ne mbjellim edhe pemë, pra mundohemi për të dhënë edhe një mesazh për te biçikletës, për një mjedis më të pastër, dhe gjithashtu kemi zgjedhur një formë tjetër që janë pikniqet, që i bëjmë në periferi të Durrësit, por kemi ardhur edhe në Tiranë, shumë në zonën e Vorës, disa fshatra shumë interesant, ku aty patjetër që njohim njëri tjetrin, njohim njerëz të rinj nga ne,
Dhe kështu kalim në një fundjavë domethënë ndryshe për të shplodhur dhe lidhur më shumë me natyrën. Më pas sot në çfarë pike jemi, le të themi, aktivizmi, po ta krahasojmë ndoshta me Tiranën, me organizata si Motra, siç mund të jetë për shembull Ekovolis, është krijuar tashmë një komunitet që bëhet bashkë gjithashtu në shumë aktivitete, por megjithatë ka dhe një lloj, është krijuar një organizëm që në raste të caktuara bën dhe një presion, le të themi, pozitiv tek pushteti lokal për të pasur më shumë, le të themi, të drejta për ciklistët. Sepse ajo që të gjithë ne kemi parasysh në Shqipëri është, kam përshtypjen, nëse të gjithë do kishin mundësinë të kishin një korsi të veçantë, asnjë nuk do donte të merrte makinën dhe të priste gjysmore në trafik për të bërë 1 kilometër rrugë. Pra të gjithë do zgjidhin biçikletën, por në Shqipëri duket sikur është shumë e vështirë dhe megjithatë shumë e rrezikshme. Në këtë aspekt në Durrës çfarë po bëhet? A ka një lëvizje pozitive në këtë aspekt? Për këtë pjesë. Po. E para punës është ndryshimi i mentalitetit, është ai pak më i vështirë, sepse sot përdoret gjërësisht makinat, është një mjet i dobishëm, po jo i domosdoshëm. Bicikleta është një formë ndryshe transporti që ka vetëm përfitime ekonomike, shëndetësore e tjera. Por problemi kryesor është luftimi i mentalitetit, kuptimi i mirë të fjalës. Individët duhet ta marrin seriozisht që të dalin nga rutina e përditshme dhe rutina e makinës. Po mirë, për tek kësaj, ajo pjesa e rrezikshmërisë, nuk e cënon pak të pjesën e të përdorit më shumë bicikletën? Unë për shembull jam një person që do kishte dashur të zgjidhja gjithmonë bicikletën në vend të makinës, por sa herë bëj një lëvizje nga një X tek XY në vend, me arrisje falem çdo feje të mundshme që arrita gjallë, domethënë. Edhe duket sikur mbi gjitha dhe sensibilizimi mbi gjitha i shoferëve të makinave, duket sikur nuk e llogarisin fare bicikletën kur është në rrugë. Prandaj duket sikur është shumë e nevojshme fakti që të ketë korsi të dedikuar edhe kështu me radhë. Ne mundohemi që të lobojmë tek komunitetet e ndryshme, po edhe tek pjesa administrative, vendimarrëse e qytetit, tek organet vendore. Po mundohemi që ta çojmë këtë gjë përpara, të kemi pas disa arritje sporadike, mund të themi, me disa parkingje për bicikleta. Ajo që është kryesore që ne të kemi një korsi në Durrës, jo vetëm tek një pjesë që lidh qytetin e Durrësit me plazhin, por edhe tek akset kryesore të qytetit, ku janë më të rrahura nga këmbësorët, nga makinat, ku ka më shumë lëvizje. Jemi në faza të mira për të kërkuar këtë korsit. Por është pak e vështirë sepse duhet të ketë një projekt apo stafat për këtë. Kështu që ne jemi bërë bashkë si komuniteti përdorues të bicikletave, edhe kemi bërë një kërkesë zyrtare Bashkisë Durrësit, i kemi bërë një peticion online, kemi bërë disa takime me Peticion për kursit dhe në parkingjet po. Dhe këtë duam ta çojmë para dhe në sensibilizimin e komunitetit Durrësak, edhe qytetarët Durrësak, përdorues apo jo të bicikletës. Janë bërë tashmë 2 vite që ju ushtroni, po themi, në këtë fushë. Drilona, ju janë bashkuar, bashkangjitur bashkëmoshatarë tjerë ose qytetarë tjerë qytetit Durrësit? Po, në fakt jemi një grup që ka mosha të ndryshme, mund vinë bashkëshort, marrin dhe fëmijët e tyre, vinë studentët si puna ime, jemi gjithë. Keni arritur të sensibilizoni, po themi, ato pjesë që arrini të prekni rreth jush? Më shumë tje është më shumë që përveç sensibilizimit, ne nuk është se kemi edhe shumë mundësi përveç kafes për të bërë diçka tjetër. Nuk kemi as biblioteka, si thuash, nuk kemi për të shkruar të lexuar, kështu që blidhemi gjithë bashkë, kalojmë një fundjavë bukur, heqim stresin e javës, prej provimeve, shkollës. Nga ajo që arrini dalloni, tek të tjerët, është një moment argëtimi përdorimi i bicikletës, apo është vërtet një domethënë mënyrë për të u transportuar nga një vend tjetër? Duke qenë se ne, për shembull, në Durrës nuk kemi as korsit, as sinjalistikën, për momentin njerëzit si puna ime për përdorin për vetëm për argëtim. Po dalë të bëjë një xhiro me bicikletë? Po, se për shembull, konkretisht, unë kam dëshirë që të shkoj në universitet me bicikletë, por prindrit nuk më lënë se thonë është e rrezikshme. Po se përket trendit,
kam përshtypjen kemi ato fotot që shikojmë vintage të viteve 70, zonjusha që janë mbi biciklet, janë bërë albume të tëra, kalendare, pikërisht midis bicikletës natyrës dhe një zonjushe simpatike që del në foto bashkë me to. Sot, a është trend që një femër, një vajzë, një zonjush të dali me bicikletë? Mendoj se po, duke qenë se çdo gjë është bërë për të dukur, për të reklamuar, edhe ne përgjithsisht kemi dëshirë që të marrim edhe pëlqimet apo fjalët e mira nga të tjerët, dhe ku ka më mirë se dalësh në një bicikletë. Që jemi e veçantë apo jo, sepse dalësh në botë ku mbizotërojnë në foristradat, një që del me bicikletë, sigurisht që bie më shumë në sy. Ama në atë pikë nuk ka nevojë as që ta kryesh vërtet aksionin, mjafton të bësh një fotografi dhe janë drejtë apo jo. Por dukesh që nga mënyra se si e mban bicikletën, dukesh nëse jep apo jo. Dallohet nëse Ne mundohemi që t'i mësojmë domethënë me përdorimin e bicikletës, se ta kemi si një praktik. Atë isha duke thënë. Po le të nisë me kënaqësinë, më pas le të bëhet pak më seriozisht, Le të nisë me trend për ditëshmërinë. dhe më pas të bëhet e Gjeni, nevojshme. sa e shëndetshme është të pedalosh bicikletën? Bicikleta për mua është shumë e shëndetshme, sepse unë kam edhe një problem që jam me diabet për shumë vitesh, dhe kjo ndihmon goxha për mua në tretjen e sheqerit, mund të themi. Bicikleta gjithashtu... Ne po gjejmë vëmendje gjithë ata që kanë ngrënë 2 tava baklava për të ri, se si tretet sheqeri dhe Mos hani baklava. Gjithashtu bicikleta përveç se është pasion, ndihmon edhe në pjesën e shëndetit. Unë si ciklist, mund të themi, nuk mund të rria vetëm në një bicikletë. Kisha një bicikletë kursi, po e cila më ndihmonte vetëm për rrugë gjata dhe për rrugë të drejta, jo për rrugë, për shembull, për rrugë dajti, që mund të gjisësh dajti me bicikletë. Kështu që u detyrova të marr 2 bicikleta. Në momentin kur ne bëjmë një pedalim, dikush ka ne shkon fillimisht, studion vendin, ku është, ku do shkojmë, pastaj vendoset të bëhet pedalimi, se nuk mund të ikim për shembull Kuturu. Kam një mikun tim, Ilir Kollin, cilin e përshëndes, që ai çdo 3 muaj blen nga bicikletë të re, domethënë. Ja, dhe ne, për çaj do gjithë bicikleta. Ka Janë për rrugë të ndryshme. Për rrugë të ndryshme, po, për rrugë të ndryshme. Gjithashtu unë jam dhe familjar, kam dhe një bicikletë tjetër, ku mbaj vajzën përpara. Kështu që bicikleta nuk është vetëm një mënyrë. Vajza vetë sa vjeç është? 2 vjeçë. Akoma Nuk ka filluar akoma të... Ka një bicikletë nga to kështu kaq. Lëndë ke shtëpia. Për të bërë pak prap avokatin e djallit, në fakt një gjë tjetër negative që është kur je bicikletë, përveç faktit që është pak e rrezikshme në Shqipëri, është që dhe të bie marmita e makinës dhe gjithë tymi makinës, ti e merr bicikletën për të qenë më i shëndetshëm, por ndërkohë ha të gjithë tymin e gjithë marmitave që i ke përballë. Si bëhet në këtë rast, çfarë zgjidhje mund të ketë, si e kanë zgjidhur të tjerët që ndërkohë që jepet bicikletës mos kesh apo është prap dalim te kursit e bicikletave që ke një... Okej, kursit e bicikletave. Për sa i përket rrezikshmërisë, thjesht duhet edhe ne të jemi pak kujdesshëm. Nuk mund t'ia vëmë gjithmonë makinave. Ka dhe momente që edhe shumë biciklistë hecin keq. Të shkujdesur. Duhet të hapim syt shumë për këtë pjesë, duke qenë që ne nuk kemi kursi bicikletas, si tha edhe Claudio që po lobojmë për kursi bicikletash, po deri në atë moment ne duhet të hapim syt, në rast se duam pedalojmë. Pastaj, për sa i përket pjesës që përdoret bicikleta, unë nuk e përdor vetëm për këtë pjesë. Unë pjesën ndërmuese në Durrës lëviz vetëm me bicikletë, sepse Durrësi është shumë i vogël. Për ato që vinë Durrës, që janë në Tiranë, Korçë apo vende të tjera, thotë është shumë i madh. Po për ne që jetojmë aty është tema se e vogël. Biles unë edhe kur vin në Tiranë, bicikletën e marr poshtë tek bagazhi i autobusit dhe e marr punë shumë shpejt këtu. Pra parkon makinën dhe më pas lëviz me... Vi me autobus, e fus tek bagazhi i autobusit dhe po me bicikletë. Dhe është çështje kohe, marrën punë shumë shpejt. Ju bashkëpunoni me rrethet e tjera të... Po mundohemi që të krijojmë disa ura lidhëse midis... Pak me komunat e Durrësit. Po, kemi pasur një... Më shumë kemi kontakte nëpërmjet Facebookut, nëpërmjet telefonit me organizata ndryshme që janë në Shkodër. Po mundohemi që të jemi konstant edhe në bashkëpunime, sepse është një federatë quhet Federata e Ciklistëve Europian, që bëhet një hartë europiane për turizmin me bicikletë, ose ciklizmit dhe turizmin. Dhe është një hartë që fillon nga Spanja dhe merr gjithë vendet Francë, Gjermani, ndër këto është dhe Shqipëria, sepse është tek pjesa bregdetare mesdheut. Kështu që nëse kemi mundësi, duhet ta shtrim dhe këtë hartë tek shteti jonë. Gjithmonë jam çuditur dhe mrekulluar ata turistët e huaj që ngjisin llogaram, për shembull, me bicikletë.
Ndërkohë që shikoj makinën, shikoj makinën që po nxjerr tymë dhe them po këta çfarë. Edhe ëndrat tona. Çfarë kanë ngrënë dhe kanë pirë përpara se ta gjisin llogaratë me biçikletë. Personalisht kam qenë tek Mali Cruise me biçikletë. Ishte një eksperiencë shumë sfiditëse, por shumë e bukur. Në Sari Salltëk? Jo, tek Kalaja. Tek Kalaja, sepse Sari Salltëku... Ke qenë në mes të verës? Në mes të verës. është një eksperiencë shumë e bukur, sepse sfidon herë pas here vetën tënde. Këto pikat ku mund të marrësh një biçikletë me qira në Durrës dhe ta përdorësh domethënë nga një pikë në një pikë, siç është në Tiranë dhe siç është në gati çdo qytet evropian, ka filluar në Durrës bëhet? Fatkeqësisht ende jo, domethënë, nuk është se është në të nivel përdorimi. Fakti ne vetë thamë se cili ka 2-3 biçikleta, shkojmë 5 biçikleta dhe mundohemi ndihmojmë njëri tjetrin në aktivitete kush nuk ka një antar i ri, por nuk është se ka një rrjet domethënë të lëvizjes me biçikleta me qira. Kjo është diçka që mungon. Po që besoj gradualisht domethënë me sjelljen e kësaj fryme të re në qytet do fillojë të nështohen gjithë këto elemente. Ose kur s'kemi për shembull vjen nga Tirana, po mendoja një që vjen nga Tirana dhe do të lëvizë me biçikletë, ndoshta ajo gjithmonë ta marrin biçikletën te bagazhi i autobusit, kështu që mund ta merri atje. Kemi ndonjë aktivitet tjetër që keni në vijim tani së shpejti që ta bëjmë edhe publike, që ndoshta të ketë më shumë sensibilitet? Me që flasim pjesët e objektivave, ne kemi në fokus disa aktivitetet objektiva. Një nga objektive kryesore është të fusim frymën e biçikletës, përdorimin e biçikletës, aktivizmi qytetar dhe qytetarisë. Janë 3 fokuset që kemi marrë për sipër, jemi pak të shpërndarë në fokuset, por qëllimi është që ne të jemi konstant në jetën e qytetit, përveç biçikletës. Tash mjeti duhet të arsyetoj objektivin, duhet të japë një arsye objektivit kryesor që ne jemi qytetarë durrëse, kemi drejta dhe detyrime dhe duhem të çojmë para këto drejtat. Atëherë, një nga objektive kryesore është promovimi i biçikletës, këtyre 3 objektive, biçikletë, qytetarisë dhe të qenë qytetar, në për institucionet arsimore, para universitare dhe universitare. Do bëjmë disa kërkesa zyrtare për vënien e vend parkingjeve në institucionet zyrtare, universitetet, shkolla, gjimnaze, institucionet publike. Është promovimi i aktiviteteve dhe jetës shëndetshëm, përdorimi e biçikletë me pedalime brenda dhe jashtë qytetit Durrësit, në rrethinën e Durrësit që janë në Golem, në pjesën e Detit dhe në pjesën e kodrinore të Durrësit. Dhe shtimin e antarësisë. Plus, po mendojmë realisht që të bëjmë, ta legalizojmë dhe ta bëjmë legale këtë nismë, sepse në fund jemi lëvizje, jemi akoma grupim qytetar, jemi grup interese dhe në fund, nëse do kemi mundësi, do e bëjmë dhe organizatën në fund. Një gjë tjetër pozitive që ka Durrësi ndoshta nga qytetet e tjera, në krahasim ndoshta edhe nga Tirana, është fakti që merr dhe atë jodin e detit, ndërkohë që cikleton, do thoya, kështu që është një tjetër favor që ka Durrësi. Dhe në mos gaboj, e gjithë shënditoria, paktën edhe rruga e re që është bërë në krah të kam përshtypjen e pam dhe tek inserti në krah të portit është bërë me një korsi biçikletash apo, kështu që një qytetar i guximshëm mund ta bëjë që nga Durrësi dhe mund të vazhdojë më pas edhe mbas urës së Dalanit apo deri në tek kthesa e Plepa. Ka mundësinë për të bërë një autostradë të gjatë në thonjza me kursi biçikleta apo jo? Po, për janë ato kanalizimeve që i kanë hequr ato kapakët e pusetave. Pastaj tregonin këtë gjë. Por me gjithë të cilësia është Kanë hequr kastile nga mënyra se si ato. Nuk e di të për shantazh qytetarëve. Por nga kur vajtëm në mal të robit, duhet bënim kujdes gjithë. Ka grop këtu edhe pastaj ecnë. Se bëhet një karavan për 30 vetash edhe duhet gjithmonë. Por njëri vjen gjithë më aty. Ka nga ato ciklistë që s'din. Lajmëron njëri tjetrin grop edhe gjithë grop. Se di si përfundon fjala grop deri në fund. Me një të vrarë në fund fare ose një të plagos. Ne falenderojmë shumë që ishit në studio me ne. Na vjen që merrni me qeshur mbi gjithë. Mund t'japim edhe një apel të Vockël në emër të grupit antarëve që është shumë e rëndësishme. Ne jemi përfaqësues të këtij grupimi. Ju falenderoj që jeni pjesë e Bicycle Durrës, ju falenderoj dhe ju që na promovoni me nismën jo tonë, është gjithë qytetarëve, po dhe tuaj kur vini në Durrës si mysafir. Një apel shumë i rëndësishëm është që të kemi më shumë korsi për bicikleta. Kështu që apeloj për organet vendore që të jenë
pjesë e jona. E kemi edhe sloganin ton, je pjesë e jona. Ju lutem, bëni pjesën ton. Bicikleta do s'liroj sa më shumë dopamin në trurin tuar. Dopamin është diçka e mirë. Është neurotransmititori i qefit. Kështu që sa më shumë ta përdorim bicikletën, aerosim mendjen, trupin dhe jemi më të qetë. Aerosim trut, themi në gjuhë. Aerosim trut. Kjo ishte. Ti falenderoj edhe një herë dhe shumë suksese në nismën tuaj dhe e bëjmë edhe ne nga ana jonë pikërisht thirrje për sa më shumë korsi bicikleta që vetëm Durrës, që vetëm Tiranë, por në gjithë qytetet shqiptare. Faleminderit edhe një herë, shumë suksese. Ndërkohë ne do të marrim vetëm për pak kohë dhe do të kthehemi pas publicitetit me teatrin eksperimental Kujtim Spa i Vogël, i cili ka nisur vitin 2018 me një shfaqje komedi, për cilën do të flasim vetëm pas pak me regjisorin e kësaj shfaqje, njëkohësisht edhe drejtorin e teatrit, zotin Kiçolondo, dhe Andja Xhungën, që është pikërisht një nga aktorët. Vetëm pas pak.